Shiko, çfarë amshor. Është I mrekullueshëm. O, çmrekulli. Mirëmëngjes. Si jeni? Mirë jemi, mirë, nuk jemi mirë, sot jemi mirë. Po. Sot jemi mirë se vetëm pas para pak sekondash po diskutonin me Tesin se si ka qenë kjo javë për ty, më tha, nuk është se mund të them që ka qenë java më e mirë, çfarë është e vërteta. Megjithatë sot ndjehem mirë, nuk e di a ishte fakti që do vije ti me energjinë tënde, po më ka bërë shumë. Po, jemi edhe vërtet. Jemi edhe në mesjavë, kështu që java akoma nuk ka. Po mendon për fundjavën. Okej. A fundjava gjithmonë është e mirë. Si është situata Tesi me planetet, kemi ndonjë ndryshim? Me Iranin një herë. Me Iranin do t'i bi Trumpi Iranit. Shiko se edhe kjo pjesa e lufta bën sens edhe me çështjen e planeteve. Po e se është sigurt. Të muaj një herë do kemi shumë planete në Mars dhe Marsi Marsi është I luftës. Për njëtë, Njët për këtë gjë. Domethënë se un po qesh nga sikleti tani se s'është gjë e mirë kjo, absolutisht. Po më vjen për të qeshur thjesht që duhet un jam dash edhe ndërkohë dashi është përgjegjës për këtë gjë. Jo, mos e thuj këtë. Unë nuk e di çfarë është Trumpi, në fakt. A mund të tërheq, a mund të tërheq një kartë dhe ti ta interpretosh për vazhdimsinë e luftës për shembull? Okej. Shenja është Donald Trump. Donald Trumpi ja provoj një herë, ç'është? Më duket është gafore. Gafore? Më duket, si jam si lideri jon? Është 14 qershor, binjak. Do ta tërheqësh ti, se unë I tërhoq aty, po mund të marrësh edhe ti një ekstra patjetër. Ja po ta lë këtu interpretoj. Okej, do interpretoj një herë së pari këto që zgjodha unë, se kuptova që ti. S'ka problem fare. Rapture, është thyerje, duhet të thyem, domethënë ka një mungesë dashurie. Pse po ndodh kjo lufta është sepse në energjinë kolektive ka një mungesë dashurie të theksuar. Njerëzit nuk janë fokusuar tek dashuria, tek mirësia, tek virtytet e mira të njeriut ose të qenurit njeri, por janë fokusuar tek zilia, posesioni, të pasur sa më shumë të mira materiale dhe kjo gjë të bën që ti të shkëputesh nga natyra jote e vërtet, sepse ne kemi ardhur në këtë tokë, ky është mendimi im. Kemi ardhur që të kalojmë një eksperiencë qenie njerëzore, sepse ne jemi të gjithë shpirtra, që vim në këtë tokë për të kaluar një eksperiencë njerëzore në të gjitha ngjyrat e saj, po qëllimi jon kryesor është që të shkojmë te dashuria e pakushtëzuar. Domethënë dhe tani po ndjej siklet, në botën time ne I themi që kur ndjejmë këtë sikletin të fytyrë është sepse energjia kolektive ka një disconnection si bien, nuk është I lidhur. Tesi ne të duam. Ne të duam këtu në studio. Tesi po flet, po flas për energjinë kolektive tani. Po flet për pallatin, për gjithë, okay, dakor. Ashtu po. Edhe energjia kolektive tani me thënë drejtën nuk ndihet e dashur, nuk ndihet e vlerësuar. Edhe ne që bëjmë channeling, se kjo që po bëjmë tani është channeling, pra një kanalizim. E ndjejmë sikletin në këtë rast të energjisë kolektive të gjithë planetit, edhe ty të fillon vibracioni. Në këtë rast është tek fyti, sepse njerëzit nuk janë të lidhur me të vërtetën e tyre, kanë humbur veten e tyre, rrugën e tyre, dhe kjo gjë shpesh të çon edhe tek lufta, sepse siç e thash në fillim, njerëzit nuk më saktë kanë haruar misionin e tyre që në këtë jetë është të vinë dhe të përveç se të kalojnë një jetë të bukur si qenie humane, është dhe të arrijnë dashurinë e pakushtëzuar, që në radh parë është brenda secilit prej nesh, dhe më pas vjen në formën e dashurisë intime, fëmijës, prindrit, shoqërisë, kolegëve gjithashtu apo gjërave që duan projektet, dhe që kjo luftë të marrë fund në gjithë planetin, jo vetëm në Iranin në këtë rast, kërkon që secili prej nesh të bëjë një rrugë ose më saktë të ndërmarrin një rrugtim shpirtëror, të rizjohet shpirtërisht, të lidhet me dashurinë brenda vetes, të punojmë ato plagët e veta, cilat për shembull mund të jenë traumat e së shkuarës, mos të ndjerit I dashur, mos të ndjerit I parë apo I suportuar. Dhe Trumpi duket pak që nuk kandidon dot për herë të dytë, për herë të tretë për shembull. Ka sindromin e babait suksesshëm duket mua Trumpi. Po. Sepse edhe babai e tij ka pasur shumë të suksesshëm edhe gjyshin e ka pasur suksesshëm. Duket se jo. Po. Edhe gjyshin, duket se babai ka pasur. Patjetër ka ardhur nga është brezi Bavaria. Brezi Trump. Po, I tret Trump. Dhe ka qenë businessman.
Ka qenë dhe ai. Po, patjetër. Do të thënë janë gjenerat e tretë. Çdo brez e ka përmirësuar ndjeshëm, si thua atë. Trumpi ka bërë më mirë se Jati vet dhe Jati vet ka bërë më mirë, por gjithsesi nuk kanë qenë kurrë në kushte kështu normale. E kuptoj. Nëse mbase është kjo nevoja pra e Trumpit për treguar më shumë. Po ishte binjakët. Binjakët është si shenjë? Po, 14 qershor. Shpjegohet që është 1946. Janë binjakët kështu? Aq narcisist? Janë, jo të gjithë, po që janë, është kjo ideja që kanë, pjesa më e madhe thonë që binjakët kanë 2 fytyrë, apo ndonjëherë theme qeshur kanë më shumë se 2 fytyrë. Dhe ti nuk e di kurse me këtë do merresh. Jo, një fytyrë duket sikur ka orë. Thjesht nuk e ka mirë atë të parën. Është problemi i Trumpit. Është ideja që binjaku mund të veshë maskat shumë kollaj se shenjat e tjera. Ke informacion ose vetë ty të ka kontaktuar ndonjë person që është i lidhur me pushtetin, me politikën? Ke informacion nëse domethënë këto persona kanë interes për nuk e di, për unë vetë nuk kam pasur asnjë kontakt dhe nuk besoj se do kisha ndonjëherë kontakt. Nuk do doje që ti. Jo. Nuk janë parimet tona në vit të drejtë, themu. Jo, kemi dëgjuar që kanë goxha interes kështu për këtë çështje në horoskopit ose. Po, kanë, jo thjesht horoskopi, jo vetëm horoskopi, se kur thu horoskopi mendohet çfarë do ndodhi sot, do pish një kafe, do takosh një kë, ato duan diçka më specifike. Astrologjisë. Okay. Astrologjia, kur ti mund të lexosh hartën tënde të lindjes, janë gjëra fikse. E kupton? Pastaj nuk është vetëm astrologjia, ti ke human design, dizajni njerëzor, domethënë ke numerologjin, për shembull sot është numri 8. Numri 8 njihet për shkatrimin, rikrijimin, njihet për seksin, njihet domethënë energjinë seksuale, që e cila është energji vitale, është energjia e jetës. Teta, numri 8. Njihet gjithashtu për pasurinë, për të pasurit të bollok në çdo nivel të mundshëm, njihet gjithashtu për lindja, vdekja. S'është aq e mirë sepse është një energji që është kaotike, po nga kaosi lind diçka e re. Për shembull, njerëzit që lindin me datë 8, që lindin me datë 26, si datë 28, për shembull, kanë shumë të mira materiale. E kanë më lehtë se të tjerët për të tërhequr. Edhe 28, ë? Interesante. Shumë interesante. S'kemi lind në këto, kush ka lind aty? Ka lind, ka lind Toni. Kur ke lindin? 8? Si shkojnë gjërat. Ka lind, po të lindesh, jo, por është dhe një numër shumë intens. Imagjino se do ishe, po mos kishe lind në 8 o plak. Ishte dram, ishe me borxhe. Data 1, po njeshi si numër sesh, na futën tani fillojnë. Njeshi është fillimi, është lidera zakonisht. Janë lider, po të njeshit, okay. Imagjino se do ishe ti, po mos ishe njesh. Po dakor, po 17-a. 17-a është, shiko, harrova numër 17 dhe 17-a ka energjinë e numrit 8. Se po e mendoja me veten time thash sigurisht harrova një numër. Edhe 17-a si shpjegohet? 7 plus 1 8. Ka që bëhet 7 plus 1. Po. Shumë interesante. Po ti Mateo je 3-shit, edhe 3. Ti je 5-a, ti je ndryshimi. Numri 5 është për ndryshimin. Voton ndryshim. Në ideja të përshtatesh me rrjedhën e re me. Shiko tani, të lutem tani. Të lutem tani, jo të lutem. Kam nevojë të shtoj një mesazh letrën që zgjodhe ti, sepse shumë e bukur. Jo, do ta bësh, të lutem, do ta bësh. Por do ta bësh, të lutem një sekond se vinë dhe njerëz që na komentojnë andej. Po tani nuk mund të zesh numrat dhe të na lësh numrat. Tani 180 2-shi? 2-shi është bashkimi. Bashkimi. Po. Dashuria, okay, numër i mirë pra, kështu. Okay. Të gjithë numrat të mirë janë. Numër komunistër, bashkimi. 4? 4 është familja e rrënjët. Themelet tona. Më pëlqen kjo 4. 6? 6 është dashuria, po me idenë e familjes, harmonisë, domethënë gjërat e mira, e bukura. Okej, që ka pozitive kështu. 7 është numri i Zotit. 7 është lëvizja. Lëvizja është një numër shumë shpirtëror. Okay. 8-ën e tham, që është kaotikja, i përfshin të gjitha. 9-a është mbyllja e një cikli. Domethënë ke mbaruar një kapitull dhe është koha të bësh ato gjërat e fundit për t'i thënë lamtu mirë kapitullit. Dhe 10 s'ka besoj. 10-a është fundi dhe fillimi, se merret edhe 10 edhe 1, kështu që është fillimi dhe fundi. 10 është Messi, Maradona. Po, 10 është po, ne, fillimi dhe fundi. Normalisht. Edhe unë numrin e shtëpisë 10 e kam. Ashtu ë? Mrekulli, tani rikthehemi te karta që tërhoqja unë, sepse thej që kishte një simbolik shumë të veçantë, po ta lidhi me luftën, ëh, se unë për luftën e tërhoqja. Patjetër, tham që njerëzit duhet thyen, duke u thyer duhet gjejnë dritën dashurinë, të kujtohen kush janë, pse kanë ardhur këtu, pra është dashuria e nevojshme. Për çfarë është tjetër e nevojshme?
Është tjetër e nevojshme që njerëzit të mësojnë të falin. Ja, e thot këtu, se... Prandaj doja me se s'bën ta thoja këtë gjë. Atë të roqe on, falje. Po, këtë të roqe. Pra, ideja është që të mësojmë si njerëz, të gjithë si kolektiv, të falim, të hapim zemrën, të të përqafojmë përsëri atë pafajësinë e fëmijës brenda nesh, atë energjinë kur ishim të vegjël që i shikonim gjërat me atë syrin që shkëlqente dhe të mësojmë të mbjellim një kopë është jo thjesht imagjinar apo në shpirtin ton, po edhe falje. Më ta kthejmë këtë planet në diçka të bukur, në një kopë është magjik, jo në një vend. Bombardimet ndodhin. Po. Dëshira ishte e mirë për të vendosur demokracinë atje. Falje tjetri, që ashtu edhe mund filloj një jetë e re, atje mund nuk e di zgjidhet. Vetëm me falje bëhet kjo gjë. Po dhe Amerika duhet i falet, a? Po, vetëm se ka 2-3 gjëra që kanë ngel pa bërë dhe do t'i falim tani Mateo. Ka zgjidhje tjetër përveç se falje. Ose do po do më lesh tani ta mbaroj apo me këto kori. Okej. Tesi, do të diskutojmë pak edhe për një nga çfarë besohet që është diçka bestyte, ku dëgjon, macja e zezë. Nuk është kot macja e zezë. E përdorim, e kemi dhe si shprehje që si macja e zezë, është macja e zezë. Po të preu rrugën. Po të preu rrugën. Është dorë me një. Ja, unë e hedh poshtë. Dajës tim la motori, sa e kishte bërë vëlla. Direkt sa kishte bërë motorin e Renault me 430.000 kilometra Renault. Vetëm 430.000. Po, ja e la. Tani çfarë është ajo, po s'është macja. Edhe dipse? Si kishte edhe vaj, dakord, po fuqia e mendimit të tij. Po të kishte, ideja është të prend macë zezë rrugën, duhet bështysh 3 herë në tokë. Ja unë s'kam bështyr fare. Ai kishte ndërru, kishte heqë atë dhëmballën e pjekurisë, i mpir komplet, tha po e nënvlerësoj kësaj herës po e bëj. Si po shtype gjarpin? Po shtypesh gjarpin është dorë me një dhe ajo, shtypje gjarpin. Unë nuk besoj kur kam stopuar, unë se besuari për macën e zezë. Po. Kam qenë 15-16 vjeç, po kthehesha nga shkolla, edhe atë ditë po binte shi dhe unë s'kisha çadër, kështu që po nxitoja. Edhe kisha gjysmë rrugës për të bërë. Po. Për shtëpi. Edhe normalisht deri në atë moshë isha arrit me idenë të doli macja zezë, ndro rrugë se do ndodhi më keq. Tani kokë ulur kështu dhe po nxitoja, edhe vetëm ku shoh ja 5 metra më larg shoh macën e zezë që do kalonte rrugën. Dhe po lova një herë ngriva dhe isha kështu ty lut zot, mos e bëj që këtë macë të kaloj tani se çfarë do bëj. Macja kaloi kishte rrugën e vet, çfarë do bënte? Po pse s'kalove dhe ti nga ana tjetër që mos të priste rrugën. Po mendoja me vete, thash çfarë të bëj? Atë përballem me këtë dhe do ndodhi gjëja më keqe tani. Kështu isha arritur me këtë ide. Apo të bi nga ana tjetër, po nga ana tjetër me të drejtën i binte shumë larg. Po. E thash varja tani po ndodhi e keqja ndodhi, çfarë të bëj? E vazhdoi kështu qit frik. Edhe rria shikoja shtyllat, do mbi kjo tani, do mbi ndonjë vazë, do ndodhi ndonjë gjë. Shkoj në shtëpi, po gjithë rrugës, kështu gjithë frikë, kisha ja 10 minuta rrugë kështu me këtë energji. Shkoj në shtëpi, ndërkohë mam kishin ardhur njerëz në shtëpi, kisha ardhur nëna. Unë dërgoj isha duke qajt. Po do ndodhi një gjë e keqe. Takoj kështu nënën edhe njerëzit dhe ikim mbyllëm dhomë. Dhe mami që vinte me të drejtë, çfarë po bën dhomë, ai s'ka nar njerëz. Mua do ndodhi thash gjë e keqe, kaq ishte jeta ime mori fund ti thuaj, ke parasysh dal tek njerëzit, vetëm qaja. E ndërkohë po flisja me miqtë e mia, çfarë do bëjmë, do dal? Jo, I thoya, unë s'dal dot, mua më ka dalë macja e zezë. E njerëzit qeshin, ç'a thuam? Po se doli macja e zezë. Po ç'a mund të bëj më keq se kaq macja e zezë? Jo, thash unë do mbyllem në shtëpi tani. Ideja ishte që unë vendosa s'do dilja më për shtëpi. Jo. Se mendoja që shtëpi isha e sigurt. E pastaj më thot dikush, po mi më goc, thot, ti kështu mbyll dorish, dil përballu që sot, po që e thon, dhe ke parasysh ti ikësh do ikësh, e kupton? E mirë thash, po që ke drejti. Dola ja ku kokramollës. Me macën qa u bë? Macja është mirë. Vazhdo jetën. Nuk e ka gjetë gjë. Pse ta gjej macën? Okej. Jo, macja duhet të shoh vetëm pas vazhdo jetën. Sepse macja është vetëm pas hyrë kur kalon rrugën, atëherë mund të po shko ty nga 15 vjeç deri më sot. Atë ka ndodhur një gjë e keqe? Sot të dush. Po gjëra që më kanë për, jo, gjëra që më kanë për. Pra atë punë është dhe muhabeti pasqyrës. Çfarë është me pasqyrë? Un kalama vetëm thyja pasqyrat, e kisha hobi. I thye vet.
Po jo, është tjetër. Edhe u rita me idem bobo, prandaj s'meçin gjërat. Si është ajo 7 vjetërsa, po 7 vjet, një vit të vdes me tërse. Po pale çfarë fati mund të kishe nëse zot kishin ndodhur këto. Domethënë, jo, unë mendoj, jo. Mos. Se ti nuk e di. Këndvështrimi. Ti nuk e di, ti mund të kishe një fat shumë mirë më e kam fati. Shumë të mirë. Ore shumë më të mirë se ç'ke ore, mund të kishe shkuar vaj çdo gjë, mund të ishe e lumtur, kupton? Mund të jetë pasqyra, macja etj. Nga ta dim ne sa ka ndikuar. Nga ta dim ne që këto. Pa nuk diti si ka lindur ky mit i macezes. Po. Jo, nuk kemi. Ka lindur në shekullin në mesjet 13-16, ku shikoheshin që atëherë prezumoheshin që femrat ishin shtriga. Atëherë nuk janë vrarë vetëm macezeza, po janë vrarë edhe femra, goxha. Dhe për shembull femra e parë që është akuzuar për shtrigërim është vrarë në vitin 1692 në qershor. Dhe më pas doli pastaj që ishte e pafajshme, e kupton? Dhe si doli miti macezez. U pa një macezez që po shkonte tek shtëpia e një prej grave që mendohej që ishte shtrig. U vran. Dhe janë sakatuar femra. Po këto shtriga e dashur, çfarë ishin konkretisht? Pse identifikoheshin? Sa atëherë njerëzit kanë qenë supersticiozer. Identifikonin po ishe beqare pas një moshe të caktuar, kjo është e shtrigur. Nuk e di çfarë bënin këto. Tani koncepti që kemi ne për shtrigë shumë i keq është ai i gabuar, i han fëmijët e bën këto gjëra dhe ky është shumë i tmerrshëm, e kupton? Ndërkohë në atë kohë shtrig është një femër që është shumë e lidhur me natyrën, sidomos për shkakun që mund të përdori bimët për të shëruar. Si mjek alternative. Po në atë kohë ishte diçka, ti ishe ndryshe. Po këto që këto në fierore, kjo në fier quhet shtrig, që bëjnë kështu, që bëjnë magjira kështu. Shtrig quhet ajo? Këto më shumë nuk quhen shtrig. Këto janë më shumë fallçore. Fallçore. E kupton? Jo, ideja është që bëjnë gjëra, jo që parashikojnë, po që bëjnë ndikojnë në të ardhmen. Asnjëri nuk ndikon tek ka. Pra janë kot. Ardhmja jonë është jona personale, po fuqia e mendimit ton. Po. Mund ta bëj atë që tjetri të thotë që do ndodhi. Të ndodhi sepse është fuqia e mendimit tënd. Ti tërheq, ti ke frikë, tërheq gjëra që të cilën më shumë. Nuk funksionojnë fare këto, mendon këto kanë atëre gjëra. Këto nuska. Unë nuk merrem me këto gjëra, as nuk i besoj, as nuk i çoj fare energji. Di që ndodhin, jemi rritur të gjithë në Shqipëri, jemi rritur me këto gjëra duke i dëgjuar. Që se merresh ti me energjinë, prandaj po të Jo, unë nuk merrem fare me këtë lloj energjie. A ka energji të zezë për shembull, ja kjo është. Ka energji të zezë, mund ta manipulosh. Unë mendoj që ka thjesht energji. Se si e përdor secili prej nesh, pastaj është personale, është në varësi të ngjyrave që ti ke. Ka shumë raste që kemi dëgjuar për shkak që në rrjetet sociale, po jo vetëm në rrjete, më po lek çfarë rrjetesh ti, rrjete sociale. Po kemi njerëz që i njohim o vlla. Kemi njerëz ja kanë lidhur. Po se të gjithë njohim njerëz kështu çfarë thua. Po patjetër, nuk është se e ke dëgjuar në rrjete. Janë njerëz që ti i ke takuar dhe të betohet për kokë të çunit e të gocës e të babit e të mamit. Që vajti aty dhe i këndoi dhe i bëri dhe kështu edhe ashtu edhe i kanë zgjidh halla jetë, por nuk bënte dot fëmijë. Shkoi tek ai bëri 3. Si shpjegohet? Kishte 5 vjet që tentonte. Tani një lloj magjie ose është besimi që thuhet. Shiko, edhe un kam ndihmuar femra për shkakun që nuk ngelnin shtatzan, por nuk i kam bërë unë ndonjë gjë. E kam, sepse njeriu. Ka bërë burri mo dakord. Siç e kam thënë edhe radhën e kaluar që sëmundjet duan 4 nivele të formohen. E kupton? Bllokohet dhe energjia krijuese tek femra që është çakra përgjegjëse për këtë gjë, vorbulla energjetike përgjegjëse për këtë gjë, është vorbulla sakrale. Dhe në momentin që kjo bllokohet nga turpi dhe le të jemi të hapur që femrat shqiptare janë të kompleksuar shumë, të mbyllura, Dhe ajo mbyllja, ai kompleksim, ai turp për qenë vetvetja, për qenë të lirshme, lëkurën e tyre në energjinë e tyre hyjnore femërore, kjo çon deri në bllokim për të lindur fëmijë. Dhe unë për shkak kam ndihmuar femra që të punojnë me plagët, çai ka bllokuar, çai ka çuar këto femra tek turpi, tek ndrojtja, tek mbyllja. Dhe momentin që këto kanë punuar vet, unë thjesht kam drejtuar në aspektin shpirtëror, emocional. Sigurisht. Kam punuar vet. I kanë hequr ato blokada, i kanë hequr ato trauma dhe sot edhe që stresi është faktor kryesor i mungesës së fertilitetit. Duhet pranuar, është një dhe shkenca. Po që kjo që të bësh diçka tjetër. Jo, nuk beson te kjo. Domethënë masat e zeza, pasyrat nuk kanë asnjë lloj lidhje me këto fatin e keq apo. Po kështu pra ka lindur miti. Në fakt në gjithë me çfarë diun është fati i mirë, macja e zezë. Për shembull, Japonia nëse të del macja e zezë, thot do takosh dashurinë.
Franca beson që nëse ti has një masë të zezë, gjëra magjike do të ndodhin. Kina thotë që do është tasje baf për shembull. Që është shkon masë të zezë. Do ushqen. Po se ata ças han. Mama. Okej. Po interesant, po han ata. Japin drejtim. Je me fatur, sigurisht. Po, dakor, shiko. Atëherë le të pranojmë këtë që simbolika të caktuara në kultura të caktuara kanë efekt psikologjik për shkak të besimit që kanë. Dhe nëse ti vërtet beson tek një gjë, edhe pse nuk ka asnjë lloj rëndësie metafizike, energjetike etj. Me radhë, nëse ti beson atëherë ndodh. Ne i japim fuqi çdo gjëje. Po pra, dakord, por nëse ti beson, edhe nëse s'është e vërtet, atëherë funksionon, është e vërtet. Për personin, jo për dikë tjetër. Patjetër, ka dhe nga këto që quhen disa vende të shenjta të mira që kanë energji. Kishe laç. Të mirë ose këto. Ka një vend në Bosnjë tjetër që njerëzit betohen. Në Bosnjë shkojnë edhe thonë edhe ka shumë eksperjenca njerëzit. Sipas disa listave se më doli një kështu studim, nuk e di çfarë është, thotë shkenca në këto vende Zoti dëgjon lutjet. Një prej tyre është në Shqipëri dhe është Berati. Tokë që konsiderohet me energjinë më të fortë shpirtërore. Po kot nuk thotë Sazani. Është Berati. Mendon se realisht funksionojnë këto ose ka vende të mira ose vende me energji apo nuk? Më lër më të flas. Po jo, më duk si nga reagimi sigurisht. Ti si pak a shumë shpjegoj që është që njerëzit i japin energjinë, po. Unë besoj tek vendet e shenjta. Unë i quaj portale këto. Janë vende të ndryshme në botë që kanë një energji intense dhe këto në botën time quhen portale. Unë për shembull jam vetë një person që përpiqem të udhtoj më shumë mundësi sa kam dhe në çdo vend që udhtoj, përveç se një ofroj diçka vendit nga punimet e mia, duke qenë se unë jam artiste dhe merrem me punime, i ofroj diçka gjithmonë në këmbim për energjinë që mua ai vend më jep. Dhe çdo vend ka një energji specifike. Greqia për shembull, Greqia ka shumë energji seksuale, shumë energji sensuale, ka energjinë e vitalitetit, energjinë e krijimit, energjinë e të ndjerit i lirshëm, të ndjesh vetvetja. Roma për shembull është një nga vendet që ka pafund portale. Roma, pafund dhe është një vend, këto janë si thuash të vërtetuara nga unë. Këtë doja të thoja që këto janë mendimet e mia personale. Në bazë të, si të thuash, asaj çka unë kam vënë re, asaj çka kam ndjer, sepse në çdo qytet që shkoj të ndryshëm, të Europës për shkak se deri në Europë kam qenë për momentin, ndihem një njeri ndryshe dhe vi një njeri ndryshe. Roma ka, jo, po unë e kam në aspektin energjetik, domethënë që mbaj shënime, nuk është se i them kështu në ajër. Roma ka pafund portale. Unë mund të kem shkuar në Rom 8 herë brenda 3 viteve. Dhe akoma nuk i kam parë të gjitha portalet. Unë e ndjej direkt ndryshimin energjetik tek vetja. Po në Shqipëri na thuaj që më kuriozon shumë. Po edhe për mua për shembull një portal shumë i rëndësishëm është Tujani. Tujan. Po. Për mua. Portal shumë i rëndësishëm dhe është dhe xmedia.al. Patjetër, se po më lejon të them këto gjëra. Por to. Tujani, Po. Po në Tomor ke qenë? Në Tomor fatkeqësisht nuk kam qenë, sepse e kam pas lënë të shkoja me babain tim, por nuk munda të shkoj. Pa ma kam kristal. Nga Tomori që më ka sjell babi. E ndjen energjinë? Ka një energji të ftohtë, është shumë intense energjia, po duke qenë se aty bëhen sakrifica, është kurbane çdo gjë. Është e rëndë energjia. Dhe ka një ftohtësi dhe kur meditoj me atë kristalin, kam shumë ftohtë. Se kur meditoj me kristale tjera për shembull, po të njëjtit kalcit, se ne në Shqipëri kemi një kristal që është kalcit, mund të kemi edhe të tjera, por për momentin këtë kam unë ose këtë kam zbuluar unë. Kur meditoj me kalcit që babai im e ka gjetur për shembull në diku tjetër, po në jug të Shqipërisë, ai është shumë i ngrohtë. Kurse kur meditoj atë me Tomorit, ai është shumë i ftohtë, shumë i ftohtë. Kisha Laçit na pyesin, ke qenë dhe kam qenë para shumë vitesh dhe e kam ndjer energjinë, domethënë. Pra kot janë bërë aty, ku janë bërë? Po patjetër. Se ndjehet energjia, është ajo fusha magnetike që ndihet. Edhe po mos ti dish termat në nivel energjetik,
Ti prapë ndjen diçka, ndjen një ndryshim. Pastaj është dhe fuqia e mendimit që për shumë njerëz mund të jetë thjesht se ja e kanë trashëguar këtë mendim që është i shenjtë dhe vazhdojmë. Po kush i ndjen vërtet energjit, po të shkojnë në vendet e shenjta për shembull e ndjen. Për shembull ke në Mount Shasta, Mali Shasta, që është në Amerikë, se s'po më kujtohet tamam tani ku është. Ai është një nga portalet më të mëdha në të gjithë planetin. Dhe atje për shembull prezumohet që mund të ketë qenë civilizimi i mëparshëm që quhet Lemurian, nuk e di a keni dëgjuar më përpara. Jo, unë nuk kam informacion. Lemurian. Jo, si kam dëgjuar. Edhe thuhet që ai portali kush është i lidhur fort me energjit, po të shkojë aty mund të ketë edhe kontakt me të civilizim, pavarësisht ai është zhdukur komplet nga harta, nga sistemi. Thuhet që ata vazhdojnë jetojnë akoma, po janë shumë të avancuar se ne, po flasim për një civilizim që edhe ushqimi nuk e konsumon si puna jo, po flasim për një energji shumë më të lartë, për nivelin 5 e sipër, se ne jetojmë në dimensionin 3D, kurse këta thuhet që jetojnë në dimensionin 5 e sipër. Dhe këta janë shehur. 5G? Jo 5G, 5D. Dimension. 5 dimension. Çfarë ndodh ata kanë dimensione, dy dimensione tjera. Ata kanë krijuar një mburoj, si thua, energjetike, po për ne kur shkojmë aty nuk shohim asgjë. Ama ata mund të jenë aty, domethënë, nga që janë në një nivel më lart se ne nuk i shohim, por kur ka njerëz që janë të lidhur fort me misionin natyror, mund të kenë prejardhje nga ky civilizim, ata mund të krijojnë edhe kontakt, edhe mund të shikojnë. Kështu që për Mount Shasta thonë që Mali Shasta domethënë që është një sa gjëra ka orë që si di. Shumë pafund. Sa më shumë të mësojmë, them unë, do kuptojmë që s'dim asgjë dhe kemi shumë për të mësuar. Ka thënë dhe Sokrati shkret. 3000 vjet. Sa më shumë që nuk e di Rut, ke ndonjë pyetje tjetër ose po letrat duhet i lexojmë shpejt. Duhet i lexojmë letrat? Po, do t'i lexojmë tani, se jemi e hëngrë kohën tonë që gjysë orë që ke ngrënë kohën me këto muhabetet e. Jo më mirë. Tani sa më shpejt. Duan dhe këto muhabete. Vendi mirë është dhe Allianz Arena. Është stadiumi Bayern Munich. Nëse bën batuta që në nivel personal. Po nivel personal diskutohet, po. Tani do bëjmë për elementët. Po. E bëjmë. 4 elemente, vazhdojmë me elementin e zjarrit. E rikujtojmë pak të lutem kush janë shenjat e zjarrit. Elementi i zjarrit është dashi, luani dhe shigjetari. Dashi, luani dhe shigjetari. Shenjës së zjarrit i kërkohet që të pushojë. Ka nevojë të kujdeset për veten e vet në çdo nivel të mundshëm, sepse duket sikur zjarri i tyre i brendshëm po fiket pak dhe është i të ngarkuar, që do të thotë nga ky zjarr nuk lind dot një shkëndi shumë e qartë, shumë e pastër, shumë e mirë. Se po të drejtohen. Po, s'ka problem. Është fillim muaj dhe e kemi harxuar rrogën. Kështu që duhet të pushosh pak që të reflektosh ku ti çosh lekët muajin tjetër. Domethënë zjarri duhet pushoj. Duhet bëni pushim, duhet bëjmë pushim. Tani kalojmë te toka. Mendo për muajin e kaluar, me ato e njëjta gjë është. Do ja dalësh mba. Po. Okej, toka? Toka është demi, është vizhëresha dhe bricjapi. Toka duhet lidhet me zemrën, duhet lidhet me aspektet e mira të qenurit. Te kardiologu isha atje. Si dole mirë. Çka? Hape zemrën. Po, duhet hapur zemra. Duhet të bëhet i devotshëm ndaj gjërave të shpirtit, ndaj pasioneve, ndaj, domethënë, ke të drejtë, na mbyti kjo materialja. Realisht mbërëm darkë po e mendoja që duhet ta ushqej më shumë shpirtin tim. Boll bëre nga 12-13.000 orë në muaj dhe molla, boll. Boll. Se kufizon ai shpirti jot ndoshta do 20.000. Si ti miratojnë këto kredime vëlla. Çfarë më fut këto mendime tani në kokë tani? Mendon se mi do shpirti mua këto? Unë mendoja se shpirti do gjë tjera. Shpirti do të mirën tënde se shihet legu si diçka e keqe. Legu është shumë shpirtëror, është thjesht një frekuencë. Zotri, çfarë thua? Është një frekuencë që ty të mundson të gjitha të mirat. Patjetër. Ti po të kesh sa më shumë të kesh aq më mirë mund të bësh. Deri tani ishte ideja që jo shpirtërorja nuk ka lidhje me paranë. Jo, është e gabuar, që do flasim një herë tjetër. Po do flasim për këtë shpirtëror. Patjetër. Që kam shpirtëror unë. Që kanë gjithë politikanë shpirtëror. Shpirtëror. Ore çdo njeri është shpirtëror përvaret si e ka lok të eksperiencë njerëzore. Shpirtëror në offshore. Tani kalojmë te ajri. Ajri është binjakët, është peshorja dhe ujori. Shenjat e ajrit këtë periudhë, më sa këto ditë tani,
Po? Po, e shohim tani letrat. Duket sikur do bëjnë një transformim, një kalim nga një version në një version tjetër, do iniciojnë diçka të re, diçka e re do lindi nga ata, mund të jetë një projekt, disa mund të ngjizin një fëmijë, disa mund të marrin një punë të re, disa mund të kenë ide të reja, sepse shenjat e ajrit janë shumë të lidhura me idenë, me kokën, domethënë, sepse shenja e ajrit. Kështu që ideja është të gjejnë se ku është vendi i tyre në tavolinën e jetës, të shikojnë se ku përkasen. Mund të bëjnë një reflektim të thellë dhe ta lënë energjinë e tyre të lirë për të rilindur, se cila është forma për këdo, kjo është personale pastaj. Kalojmë dhe tek shenjat e ujit, që është gaforja, akrepi edhe peshqit. Si shenjë uji nuk është ujori, kjo është çmenduri. Prej emrit. Shenjat e ujit janë shumë të ngjashëm me shenjat e zjarrit. Janë shumë të lodhur. Të lodhur janë sikur toka e tyre në mënyrë metaforike është shtëruar. Sikur ka mbetur një grind, se nëse shenjat e zjarrit kishin probleme me zjarrin e tyre, shenjat e ujit që është për zjarrin do të thot pasion zjarri. Për shenjat e ujit, emocionet e tyre janë të mbingarkuara, të lodhura, të shtëruara dhe janë më konfuz se ç'duhet. Kështu që duhet të pushojnë, të reflektojnë, të sillen mirë me veten dhe të kuptojnë se çfarë kanë nevojë që shpirti i tyre të fillojë të lulëzojë përsëri. Mrekulli, Tesi, të falenderojmë shumë që ishte me këndshme sot, na kënaqe me informacione të ndryshme për energjinë, për portale, për tjera me radhë. Duhet përmendim dhe patjetër Prestige Home Center, destinacioni më ekskluziv i arredimit në rajon me mbi 100 marka prestigjioze ndërkombëtare me standardin më të lartë të stilit, elegancës dhe komoditetit për shtëpinë apo biznesin tuaj. Prestige Home Center ju pret në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 12. Gjithashtu. Dhe si me Albania, duhet thënë Mateo, ke akses në makineri industriale të avancuara për përpunimin e drurit, metalit, plastikës dhe materialeve moderne, teknologji italiane nga lider europian, instalim asistencë dhe mbështetje plot. Mos puno me limite, investo në performancë. Si me Albania, teknologjia që rrit prodhimin dhe thënë e gjitha kjo, duke falendëruar edhe një herë Tesin për kohën e saj dhe energjinë e bukur që ka çdo mëngjes që na vjen. Falenderojmë Tesi. Faleminderit. Duhet falenderojmë dhe të gjithë ata që na ndjekin. Patjetër, të gjithë ata që na ndjekin dhe stafin, patjetër. Nëse absolutisht ata. Po kë duhet falenderojmë më shumë se të gjithë? Bayernin, jo. Jo. Ai që ka mundsuar të gjithë këtë, këmo. Kush është ky? Si kush? Po pronar. Pronar, po absolutisht pa ata I kemi unë kam tatu. Do ta bëj emrin tatu në zemër. Dhe kështu largohemi, do shikohemi ditën. Do shkojmë dhe shikojmë. Ne do shikohemi ditën e nesërme në orën 7:00. Kalofshi bukur.